Në Kalan e Drishtit aktualisht nuk banojnë më shumë se 6 familje. Arben Buhaj po përgatit ambientin e jashtëm për pritjen e turistëve me gur të zgjedhur. Ai thotë se kështu pëlqen vetë turistëve. Tu s'ka beton. Çdo gjë gur. Edhe për këtë me një kështu kam shifton jetën vetëm gur. Edhe tavolinat jam të i bon gur, këtë jashtë. Kush dojnë me pushon, gur. Kush dojnë qadar atje në karriga. Bile më shumë kanë qef me në jashtë. Pa ka pas, si mjetë ka pas shumë turista. Sidomos Hollandes. Këtu e kam fjallin. Ose kam me ndet des, e të me nejdu. Ishi vetëm i to. Kujdes se di zoti, unë i të të belej. Buhaj kujton se turistët poshtohen çdo ditë në këtë zonë, veçanërisht në Kalan e Drishtit, prandaj do të ishte mirë që të zbatohej edhe projekti premtuar nga shteti për kthimin e shtëpive qindra vjeçare në Bujtina. Ti restaurojnë të shpija, ti bojnë hotele. Bujtina? Bosh janë. Me i bo Bujtina? Normale. Sa bosh janë. Ti aktivizojnë 2-3 familje. Me gjithë se janë 4 pension në restauruar, i godit vetë. Uj ka në nënsop, drita në nënsop. Pse me ikë? Hije ka plët, ku dësh. Mona ka, qërshia ka, kumla ka, fish ka. Sa i përket vënies në funksion të muzeut, Buhaj shprehet optimist pas një vizite të zhvilluar këtu 10 ditë më parë nga drejtuesit e Bashkisë Shkodër dhe zyrtar të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Këtu të muzeumin duhet me mosa erdhe ai, kryetari i Bashkisë, edhe ata të Ministrisë së Turizmit, Ministrisë së Kulturës, Instituti Arkeologjik edhe tani, të onë vini tu, edhe dojnë me mush muzeumin e me i paru se ka dëgjona mahut atë. Dhe më të herë në fakt s'ka ashtu si duhet me kenë. Drishti ndodhet në listën e 100 fshatrave turistik të shpallura nga qeveria shqiptare si prioritet për investime. Rruga, sistemi shpërndarjes së energjisë elektrike dhe ujësjellsi janë rregulluar. Tani mbetet vetëm faza e fundit e projektit, përshtatja banesave brenda kalas mira vjeçare të Drishtit në Bujtina, duke e kthyer kështu zonën në një destinacion turistik të preferuar. Shkodër Drisht jo më shumë se 10 kilometra udhëtim.